Alba e pa limitin drejt në sy, me një qetësi që nuk vinte nga paqja, por nga lodhja e thellë e shpirtit. Ishte ajo qetësi që lind pasi ke thënë gjithçka brenda vetes dhe nuk të ka mbetur më asgjë për të humbur. Zëri i saj nuk u ngrit, nuk u drodh, por fjalët që dolën prej saj ishin më të rënda se çdo britm. Në fund, i tha ajo, do gjesh vdekjen. Limiti mbeti i ngrirë. Jo sepse e mori fjalë për fjalë, por sepse e kuptoi kuptimin e vërtet të asaj që Alba po thoshte. Nuk ishte kërcënim. Ishte parashikim. Një vdekje ndryshe, ajo që ndodh kur shpirti shuhet, kur njeriu jeton pa qenë vërtet i gjallë. Alba vazhdoi, pa ja ulur syt, nuk do jesh i lumtur me Dolcen. Fjalët ranë mes tyre sigur të rënë. Jo nga xhelozia, jo nga mlefi, por nga një dhimbje e vjetër që Alba e mbante brenda prej kohësh. Ajo nuk po fliste si një grua e lënduar, por si dikush që e kishte njohur limitin përtej asaj që shinin të tjerët. Ajo e dinte se çfarë e bënte të qeshte, por edhe çfarë e zbraste nga brenda. Ti mendon se po zgjedh qetësinë, vazhdoi ajo, por po zgjedh arratisjen. Dhe nga vetja nuk i këndodh. Dolce ishte zgjedhja e arsyes, e rehatisë, e asaj që dukej e sigurt. Por Alba e dinte se limiti nuk ishte bërë kurrë për zgjedhje të sigurta. Ai jetonte për ndjenjen, për zjarrin, për atë trazim që të bën të ndihesh i gjallë. Dhe patë, ai do të shuhej ngadalë, nuk do vdesësh sot, i tha ajo, as nesër. Do vdesësh pak nga pak. Çdo ditë që do zgjohesh pranë dikujt që nuk ta njeh shpirtin. Çdo ditë që do buzëqeshësh nga zakoni dhe jo nga zemra. Limiti nuk foli. Sepse e dinte që Alba po thoshte të vërtetën që ai vetë kishte frikë ta pranonte. Lumturia nuk ishte ajo që dukej bukur nga jashtë, por ajo që të mbante gjallë nga brenda. Dhe ai po zgjidhte të jetonte një jetë të qetë, por bosh. Alba mori frym thellë. Nuk po të uroj të keqen, tha. Po të them atë që shoh. Sepse unë të kam dashur sa për të njohur. Dhe kur e njeh vërtet dik, e di edhe fundin e tij nëse humbet veten. Ajo u kthye për t'u larguar, por para se të ikte, shtoi, një ditë do ta kuptosh. Dhe atëherë do jetë vonë. Jo sepse nuk do kesh njerëz pranë, por sepse nuk do kesh më veten. Dhe Alba u largua, duke e lënë limitin vetëm me mendimet e tij, me heshtjen dhe me frikën më të madhe që një njeri mund të ketë, frikën se ka zgjedhur gabim dhe se po ecën drejt një jete ku zemra pushon së rrahuri, edhe pse trupi vazhdon të marrë frym. Bia nuk e mendoi kurrë se do të vinte një ditë kur do të ndihej kaq e padukshme mes kaq shumë njerëzve. Ajo hyri në atë shtëpi me zemër të hapur, pa plane, pa llogari, vetëm me dëshirën për të qenë vetvetja. Por realiteti doli të ishte më i ashpër se sa e kishte imagjinuar. Çdo ditë që kalonte, ajo e ndjente se diçka po i rëndonte në kraharor, një ndjenjë që nuk dinte ta shpjegonte, por që e shoqëronte në çdo hap. Limitin e pas si ditë ndryshe që në fillim. Jo sepse ishte perfekt, por sepse me të ndjente një qetësi që nuk e kishte ndjerë më parë. Një shikim, një buzëqeshje, një afrim i vogël, mjaftonin që zemra e saj të rrite më fort. Dhe kur ndjenjat fillojnë të lindin, është e pamundur t'i ndalosh. Ajo nuk kërkoi asgjë të madhe prej tij. Vetëm pak afërsi. Vetëm një puthje që për të do të thoshte shumë më tepër se sa një gjest i thjesht, por ajo që për Bian ishte ndjenjë, për të tjerët ishte arsye për gjykim. Banorët e shtëpisë filluan ta shikonin ndryshe. Fjalët u shtuan, komentet u bën më të forta, shikimet më të ftohta. Ajo e ndjente që nuk i donin. Jo sepse kishte bërë diçka të gabuar, por sepse kishte guxuar të ndjente. Dhe në një ambient ku gjithçka interpretohet, ndjenjat shpesh shihen si dobësi, Bia filloi të mbyllej në vetvete. Fjalët që dikur i thoshte lirshëm, tani i mbante brenda. Qeshja e saj nuk ishte më e njëjtë. Çdo natë mendonte gjatë, duke pyetur veten nëse kishte gabuar që kishte ndjekur zemrën. A ishte dashuria e saj e tepërt? A ishte sinqeriteti i saj problem? Apo thjesht nuk ishte personi i duhur për atë vend? Limiti ishte aty, por shpesh duke i largët. I ndar mes asaj që ndjente dhe asaj që të tjerët prisnin prej tij. Dhe kjo e lëndonte Bian edhe më shumë. Sepse kur një njeri heziton të tregojë ndjenjat, fillon të dyshosh te vetja. Fillon të mendosh se nuk je mjaftueshëm. Se nuk meriton, ajo nuk kërkonte të ishte qendra e vëmendjes. Nuk kërkonte aprovim nga të gjithë. Kërkonte vetëm të mos ndihej e refuzuar. Të mos ndihej sikur çdo hap i saj ishte gabim.
Të mos ndihej sikur po luftonte vetëm në heshtje, bia mësoj një të vërtet të dhimbshme. Jo të gjithë do ta kuptojnë zemrën tënde. Jo të gjithë do ta pranojnë mënyrën se si dashuron. Dhe ndonjëherë njerëzit nuk të refuzojnë sepse je e gabuar, por sepse je shumë e vërtet për ta. Megjithatë, ajo nuk u pendua. Sepse më mirë të dhem duke qenë vetvetja, se sa të humbasësh veten duke u përpjekur të përshtatesh. Bia e kuptoi se dashuria nuk kërkohet me forcë dhe as nuk matet me puthje të dhëna apo të marra. Dashuria e vërtet vjen pa frikë, pa presion, pa gjykim, edhe pse ndjehej e vetmuar. Ajo nuk ishte e thyer. Zemra e saj ishte ende aty, e ndjeshme, e pastër. Dhe një ditë, diku, ajo do të gjejë njerëz që nuk do ta bëjnë të ndihet e tepërt, por e mjaftueshme. Sepse bia nuk ishte problem. Ajo ishte thjesht një zemër që kërkonte dashuri në vendin e gabuar. Big Brother Kosova. Kur pasioni dhe emocioni lidhen Dolce dhe Limini në shtëpinë e Big Brother Kosova, marrëdhëniet ndërpersonale janë shpesh komplekse dhe të ndërlikuara, por pak qaste arrin të jenë aq intensive dhe të ndjeshme sa ato të Dolces dhe Limin. Ky çift ka tërhequr vëmendjen e publikut jo vetëm për afrimin fizik të ndjeshëm, por mbi të gjitha për lidhjen emocionale dhe pasionin që ata shfaqin bashkë. Dolce, karakteri pasionant dhe emocional. Dolce nuk është thjesht një banore që luan lojë strategjike, ajo ka treguar se mund të jetë emocionale, e drejtpërdrejtë dhe pasionante. Kur ajo është pranë Limit, shfaqet një tjetër anë e saj. Hapësia emocionale, nuk friksohet të shprehë ndjenjat, pasioni i sinqert, çdo veprim, çdo buzëqeshje, çdo shikim ka ngarkesë emocionale, fokusimi tek personi tjetër. Ajo e bën Limit të ndihet i vlerësuar dhe i dëshiruar në mënyrë jo të imponuar. Kjo afërsi e bën çiftin të veçantë brenda shtëpisë, sepse emocioni i Dolces është i pastër, spontan dhe natyror. Limini, përballja me emocionet, Limit, nga ana tjetër, nuk është thjesht një banor i heshtur. Ai ka treguar ndjeshmëri ndaj komplimenteve dhe shenjave të afërsisë, reagim emocional i matur, që shpesh krijon balans brenda pasionit, dëshirë për afërsi dhe mbështetje reciproke. Pa krijuar tension të banorët e tjerë, ky kombinim e bën çiftin të dallueshëm. Dolce sjell pasionin, Limit sjell qetësinë dhe sigurinë. Së bashku, ata krijojnë një lloj harmoni që tërheq publikun dhe banorët. Pasioni si motor i marrëdhënies, pasioni që shfaqin nuk është thjesht emocion i shfaqur fizikisht, është energjia që lidh dy njerëz në mënyrë të thellë. Ai shprehet në shikime të thella dhe të qëndrueshme, që komunikojnë pa fjalë, veprime të vogla për kujdesje, që tregojnë mbështetje dhe interes, afërsi emocionale, ku secili ndjehet i kuptuar dhe i pranuar. Në një shtëpi ku tensioni shpesh është prezent, ky pasion ka efekt qetësues dhe stabilizues. Duke krijuar një qoshk emocional të çiftit, publiku dhe perceptimi i lidhjes, shikuesit e Big Brother Kosova janë tërhequr nga mënyra se si Dolce dhe Limini shfaqin pasionin në mënyrë të sinqertë dhe të respektueshme. Ata kuptojnë se kjo nuk është lojë, por një emocion real dhe i ndërsjell. Çdo shprehje e afërsisë ka ndikim psikologjik brenda shtëpisë dhe pasioni i tyre krijon histori të bukura që publiku ndjek me kënaqësi. Në këtë mënyrë, çiftet si ky tregojnë se emocioni i pastër shpesh është më i fuqishëm se sa çdo strategji apo intrige. Pasojat për dinamikën e shtëpisë, afërsia e tyre dhe pasioni që shfaqin nuk ndikojnë vetëm tek ata, por edhe tek banorët e tjerë. Disa ndihen xheloz, por jo në mënyrë destruktive, disa i shohin si shembull pozitiv për afërsi dhe respekt, dhe shpesh krijohet një atmosferë më e qetë, ku konfliktet të vogla zbuten për shkak të energjisë pozitive të çiftit. Ky efekt domino tregon se emocioni i ndërsjell nuk është thjesht për çiftin, por për gjithë shtëpinë. Analizë psikologjike. Nga një perspektivë psikologjike, çifti Dolce Limini tregon se pasioni i drejtpërdrejtë forcon lidhjen ndërpersonale, afërsia emocionale ndihmon në menaxhimin e stresit dhe tensionit, sinqeriteti i ndjenjave e bën marrëdhënien më të qëndrueshme. Edhe në një ambient konkurrues, kjo është arsyeja pse publiku shpesh i vlerëson më shumë këto momente sesa debate të shumta apo situata dramatike. Simbolika e lidhjes, çifti nuk është thjesht dy individ që ndodhen pranë njëri tjetrit. Ata janë simboli i emocioneve të sinqerta. Dolce tregon pasion dhe sinqeritet, Limini tregon vëmendje dhe qetësi. Së bashku, ata krijojnë një histori të përbashkët emocionale që prek publikun. Kjo është mënyra se si Big Brother Kosova tregon se emocioni i ndërsjell mund të bëhet pjesë e tregimit kryesor të sezonit. Mësimi nga historia e çiftit, publiku dhe banorët mund të mësojnë se
Pasioni i sinqert forcon marrëdhëniet dhe krijon respekt reciprok. Shpreha e ndjenjave, kur bëhet me maturi, nuk shkakton konflikte, por stabilizon dinamikën dhe dashuria dhe afërsia mund të lullëzojnë edhe në ambientet më të tensionuara. Dolce dhe limini tregojnë se çaste të thjeshta, si një shikim, një buzëqeshje apo një puthje emocionuese, mund të bëjnë diferencën më të madhe. Përfundim, Dolce dhe limini janë shembulli se pasioni dhe emocionet e sinqerta mund të krijojnë histori të paharrueshme brenda një shtëpie të mbushur me strategji dhe intriga. Afërsia, respekti dhe pasioni i tyre nuk është thjesht një moment për publikun. Është një mesazh për rëndësinë e ndjenjave të vërteta dhe të ndërsjellë. Ky çift nuk është thjesht pjesë e lojës, ata janë një histori e gjallë e dashurisë, një dëshmi se në mes të tensionit dhe konkurrencës, emocionet e pastra janë ato që lënë gjurmë.